Përshëndetje, jemi sërish të bashku tek emisioni Koha për të folur. Do diskutojmë një tjetër temë, adhurimin dhe përdorimin e krijimtarisë në adhurim. Në Bibël kemi shembullin e Davidit, i cili e adhuronte dhe gjithashtu i thurte këngë Perëndis. Edhe në momentet e tij më të vështira ai nuk e ndali adhurimin. Dhe kjo shërben shumë edhe si një shembull frymëzues për të rinjt sot. Jemi këtu me dy të rinj, të cilët do të prezantojmë veten e tyre dhe të kalojmë menjëherë tek pyetjet mbi adhurimin dhe krijimtarinë në adhurim. Përshëndetje, faleminderit që e pranuat ftesën tonë. Përshëndetje, unë jam Fatos Kollonata, jam nga Kisha Fjale Jetës Korç. Unë quhem Jonathan Ahmed dhe unë jam nga Njëta Kish. Po, para se të kalojmë tek pyetjet mbi adhurimin, unë di që ju keni edhe disa talente, mund të themi, që do doja që t'i ndanim edhe me shikuesin. Mund të na flisni pak më tepër mbi to dhe si i përdorni ato në adhurim. Po, unë jam një drejtues adhurimi dhe drejtoj adhurimi me instrumentin kitar. Kitar, po. Po, dhe është vërtet një bekim, domethënë kur je duke adhuruar Perëndin. Dhe shikoj dhe njerëzit domethënë që adhurojnë Perëndin së bashku me ne. Dhe është vërtet një bekim shumë i madh. Unë di që ju keni edhe disa këngë, keni realizuar një këngë, keni edhe 3 këngë të tjera me sa di për t'i realizuar. Çfarë ka në fokus të këngë dhe çfarë ju frymëzon ju për të shkruar? Po, unë tani kam hedhur 3 këngë në YouTube dhe kam vënë që njerëzit janë bekuar, i kanë dëgjuar. Po përpara se të iknin këto këngë unë i kam shkruar dhe ka hedhur një frymëzim nga Perëndia, pavarësisht edhe nga situata që kam kaluar, ka të bëjë dhe situata që unë kam kaluar edhe kam krijuar dhe këngët. Po, nga ana tjetër kemi Jonathanin i cili është tek pjesa e audios, gjithashtu një pjesë e rëndësishme. Si është kjo pjesa mbrapa skenës për ty? Jo të gjithë na shikojnë, ndoshta për disa mund të jetë pjesa më e parëndësishme, por që bëjmë punën më të madhe, pra për lavdinë e Perëndisë, pse jo. Kur jemi në adhurim dhe dëshira është që të dëgjosh pra njerëzit duke kënduar bashkë me pjesën e adhurimit. Pra, të bësh një ndërthurje midis tyre është gjëja më e bukur, më e kënaqshme për shpirtin tim. Po flasim për adhurimin, por si e përkufizoni ju adhurimin? Adhurimi është, pra ne jemi njerëz të krijuar për të adhuruar ose për të adhuruar dikë. Pra Perëndia na krijovi në këtë lloj mënyre. Pavarësisht se disa njerëz mund të adhurojnë gjëra që nuk duhen ose që nuk janë të mira në sytë e Perëndisë, por në momentin kur kthehemi në Perëndia ndjejmë një lloj paqe, një lloj dashurie, një ndryshim fizik komplet, shpirtërisht, pra është gjëja më e mirë që mund të ndodhë në jetën e njeriu. Unë gjithashtu desha të thesha dhe në pjesën e grupit të adhurimit ka të bëjë shumë respekti. Komunikimi me njëri tjetrin është shumë e rëndësishme. Po, por si mund ta adhurojmë Zotin nëpërmjet artit dhe krijimtarisë? Në mënyrë pak më specifike tani. Në Bibël na thuhet që të adhurojmë Perëndin me çfarë ne kemi. Pra vetëm arti nuk ja vlen. Pra me gjithçka që kemi duhet ta adhurojmë atë me gjithë shpirtin, me gjithë zemrën, me fizikun, me gjithçka. Pra nuk do them që vetëm arti e krijimtaria na mjaftojnë për të adhuruar Zotin. Unë them që çdo gjë është adhurim për Perëndin. Qoftë ti mund të shërbesh në kish, mund të bësh diçka, një ndihmë, kjo është një adhurim për Perëndin, ti e nderon ata. Po flasim për artin krijimtarin, po a është kreativiteti një domosdoshmëri në këtë lloj aspekti? Pra, a është domosdoshëm për një person i cili ka dëshirë që ta adhurojë Zotin, a është domosdoshmë që ai të jetë kreativ? Unë mendoj po, sepse bota po fillon edhe po rigjenerohet, po ngrihet lart e më lart. Këto kohë si që është teknologjia edhe gjithçka tjetër. Pra do apo s'do ti si mund të arrish këta persona që janë në këtë lloj nivele. Pra është e domosdoshme patjetër që të arrish në punën e tyre. Aty ku ka errësirë, drita duhet të vijë patjetër. Si mund të arrish këta persona është domethënë duke i afruar, duke dalë me ta, duke i mbajtur afër, duke i nxitur. Po, cila është balanca e duhur ndërmjet kreativitetit dhe adhurimit?
pra krijimtarisë tuaj? Pra, duhet të mundohemi që t'i lëm allet më njanë, t'i lëm qefet më njanë, vetëm të fokusohemi në Perëndia dhe në adhurimi i Tij. Të përkushtohemi sa më shumë, po. Si ka evoluar, mendoni ju, adhurimi në Kish vitet e fundit? Pra, shohim një interes më të lartë, shohim njerëz të cilët kanë më shumë dëshirë, apo po shohim që të rinjt sikur janë duke u larguar nga kjo? Për pjesën e të rinjve, ka shumë të rinj që vinë, provojnë vegla, duan t'i bien, duan t'jenë edhe në pjesën e adhurimit, po më përpara unë mbaj mend pastorin tonë që vetëm me një kitar dilte në podiume edhe të gjithë e ndiqnin atë. Dhe sot kur kemi shumë mundësi të tjera, pra kemi vegla, kemi gjithçka që na duhet përse të mos. Unë jam një i ri vetë që më tërheq kjo gjë të punoj në çfarëdo lloj vegle dhe të arrij të mësoj dhe nesër pse jo të jetë adhurim për Perëndin. Unë mendoj që dëshira ka qenë e para, flas nga vetja ime, unë përpara se t'yja në adhurim kisha shumë dëshirë që t'isha përpara atje. Ta adhuroja të me zërin tim sepse kisha vërtet një talent. Po, a keni hasur ndonjëherë në një kufizim dhe a mendoni se Kisha ka kufizime për sa i përket krijimtarisë, së të rinjve, ose atyre që duan që të shpalosin diçka ose të bëjnë diçka për Perëndin? Unë mendoja se nëse është një gjë e drejtë ose e duhur që duhet bërë, asnjë gjë nuk të pengon. Pra nëse Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Flas fillimit e mia, besoj se mund të kishte pak për kufizim, për arsye në fillim kur unë hyra ishte jo direkt mund të mia kitarë. Me thënë ishte pjesa me projektorin, vendosja këngë, pasaj gradualisht fillova të këndoja me zë të dytë, pasaj më vonë me kalimin e kohës fillova të mia drejtimin e adhurimit. Pra kishte disa hapa që mund të merja. Po, është shumë e rëndësishme që të rinjt të përshëndrohen tek talentet e tyre, por si mund t'i inkurajojmë ne ata të përshëndrohen te talentet e tyre? A mendoni ndonjë diçka specifike që mund t'i ndihmojë ata? A mendoni se Kisha mund të jetë një shtyrje për ata që të qëndrojnë talentet e tyre dhe mos i largohen kësaj rruge? Mendoj që çdo kush që ka dëshirën për të erdhur në adhurim, unë mendoj që mund t'i marrim, të dalim së bashku, në qoftë edhe kur kemi trajnime, mund t'i marrim ata të mësojnë diçka. Kjo mendoj që është një afrimitet shumë i mirë. Edhe ndërkohë dhe ata mësojnë dhe duke i nxitur, duke i mbajtur afër. Nëse Zoti ta ka dhënë një talent, nuk duhet ta fshejmë, këtë do thoja unë gjithmonë shfaqe, edhe në qoftë se t'jep 3 talenta, bëj 5 ose 6 ose shumë fishoj më shumë ato. Po, në fundit ju kemi një shembull frymëzimi këtu, për çfarë ju frymëzon ju vetë për të krijuar për lavdinë e Perëndisë? Them të vërtetën, gjëja që më frymëzon më shumë është krijimtaria e këngëve. Shpesh herë unë krijoj këngë, bëj tekste. Edhe atje gjej veten time, inkurajohem, patjetër që fryma e Zotit fillon dhe të ngacmon më tepër dhe më shumë. Edhe atje e kam gjetur veten, domethënë, në këtë pikë. Është pika ime e fortë, domethënë, ku mund të mbështetem. Unë përmenda edhe pak më përpara që kur arrin adhurimin, ato pikat ku nuk ka asnjë instrument dhe është thjesht zëri dhe ku salla fillon të këndoj, të dëgjosh më shumë zërin e sallës se sa të adhuruesit, ajo më bën të mbushem. Ajo më bën të kënaqem, sepse është puna ime që ka arritur deri në atë pikë pra. Po, apo mbet kreativiteti me kalimin e kohës, mund të themi se gjithçka modernizohet, por që mund të themi për kreativitetin, apo ndryshon ai, qoftë në mënyrën e adhurimit? A mendoni se adhurimi po merr një trajt ndryshe tani me kalimin e kohës, apo thelbi i tij do mbetet gjithmonë i njëjtë? Po nuk mendoj se deri tani ka ngelur gjithmonë thelbi, domethënë, nuk ka ndryshuar. Vetëm shumë pak, domethënë, mund të jetë kjo pjesë. Po, Jonathan? Unë mendoj se ka vend për të ndryshuar, për të sjellë gjëra më të tjera, më të reja, por puna është se janë edhe mundësit. Nëse ti jepet një mundësi, do ta shfrytëzosh me patjetër. Pra si Fatosi që ka edhe ai disa këngë, por që s'ka mundësi për momentin, por që e dim që Zoti do e gjej rrugën e tij. Po, shumë e vërtet kjo pjesë që tha Xhoni, po
ku na jepet mundësia patjetër që ne do t'i japim atë që kemi material. Po, ne të rinjt shpesh kemi nevojë për mbështetje, e shohim talentet tona, por si mund të ndihmoj kisha në mbështetjen e talenteve të rinjve? Kisha ka aktivitete të ndryshme, si për shembull sot kishim një trajnim për kamerat, për mediat, për gjithçka, domethënë të kapurat diku dhe në disa vende ose në disa fjalë të veçanta ishte që ne mund të mësojmë pra prej këtyre, ne mund të marrim një zanat prej këtyre, në qoftë se në kishte të jepet kjo mundësia përse të mos qëndrosh te kamera, për shembull nëse e ke qef ose në media ose kudo qoftë, pra ti e merr atë punë, pra është për ty ajo gjë. Dhe normalisht që të ndihmon, patjetër. Çfarë po mendoja në këtë pjesë është në pjesën e adhurimit kur ka kurse, si mund ta them, duhet të përfshihemi, po patjetër që kisha duhet na ndihmoj në këtë pikë kur ka trajnime e gjëra, duhet të jemi në. Kishim sot rastin konkret se si kisha i mbështetit të rinjt. Po besoj se dhe kisha është gjithmonë e hapur ndaj individëve të cilat kanë dëshirë të vinë të këndojnë në patjetër. Kjo është një ndihmë dhe një nxitje për ne. Plus që jo vetëm një mundësi, por ne vetë i themi hajde të vish, përse të mos, pse provoj një herë. Pra ne nxitje nga ana jonë për ta, patjetër. Po a ka ndonjë rrezik në përdorimin e kreativitetit në kishë? Unë mendoj se në disa veta mund të ketë, pra në mosha që është pak më e madhe, edhe vjen e pjesa e në kohën tonë, ne bënim ç'është bënim. Por që bota po ecën përpara dhe normalisht që do ketë kreativitete, pavarësisht se mentaliteti është pak ndryshe në disa persona. Unë kam parë në veten time këtë pjesë me rrezikun, po unë nuk e kam problem, domethënë nëse vin apo dikush që ja ne kemi qenë kështu më përpara, nuk do thotë që do të ndalojmë, po që do të vazhdojmë të ecim përpara. Do të vazhdojmë përpara, patjetër që po. A ka një hap praktik që çdo i ri duhet ndërmarrë për të qenë kreativ në adhurimin në kishë? Gjithsecili ka atë mendjen e tij. Dhe unë si ri nuk jam shumë në këtë pjesën e kreativitetit, po ka shumë të rinj të tjerë që ata shkruajnë, mendojnë, bëjnë gjëra ose veprime ose përse të mos takime të ndryshme ose të shkruajnë një libër, kishim rastin e pastorit ose të fillojnë të shkruajnë diçka, mund të themi, ta nisim që nga shkrimi, që nga leximi i Biblës, që nga melodia, është shumë e rëndësishme. Unë vetë domethënë kur filloj dhe krijoj, melodia është e para që më frymëzon, domethënë është. Po, që aty linde më pas vazhdon krijimtaria e jote, kështu që çdo ri duhet ta ketë një ndicë që të vazhdoj krijimtarinë e tij. A keni një mesazh për t'i dhënë të rinjve sot? Është shumë e rëndësishme që t'japim sa më shumë mesazhe të rinjve, domos kur bëhet fjalë për adhurimin ndaj Zotit. Ndaj unë juftoj që të bëni një mesazh për të rinjt. Unë them që nëse ti ke një talent për të adhuruar Perëndin, eja, mos nguro, mos qëndro i ngurtë, por nëse ti ke talentin, jepja Perëndis atë që ti ke. Edhe unë të njëjtin gjë do thoja, po do shtoja që nëse ke mundësi të bësh mire ose duke lavdëruar Perëndin përse të mos e japësh vete për këtë lloj gjëje. Sepse lavdia e tij është çdo gjë këtu. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne për të gjitha mendimet dhe mesazhet që ju dhat. Kemi mbërritur në fund të puntatës së sotme, trajtuam një temë mjaft të rëndësishme, mendoj, për të rinjt, për gjithë ata të cilët besojnë në Zot dhe mesazhe shumë të mira që duhet i nxitin të rinjt, i përdorin talentet e tyre në mënyrën e dur. Shumë e rëndësishme që talentet të përdoren ndaj besimit të Zotit. Le të adhurojmë Zotin me atë çka ai vetë na dha. Ndihni këto mesazhe, unë ju uroj gjithë ju të shndroni talenteve tuaja dhe të përdorni ato në mënyrën më të mirë. Do të shihemi në puntatën e ardhshme. Miropafshim.